Trupi i pajet I shtetasit Shkëlqim Kazazi, 49 vjeç, që rezultoni humbur prej 3 ditësh, është gjetur në ujërat e lumit Buna. Dyzet e 9 vjeçari është larguar nga banesa që prej datës 13 prill duke mos u kthyer më. Menjëherë, familjarët bën një kallëzim në policinë vendore të Shkodrës. Vëllai I tij tregoi se pasi ka dalë nga banesa kishte humbur kontaktet, ndërsa nuk ka qenë as në vendin e punës. Pas nisjes së kërkimeve rezultoi se për herë të fundit shtetasi Shkëlqim Kazazi kishte qenë tek ura e Bunës, nga ku dyshohet se është hedhur në ujë duke u mbytur. Një ditë më parë, polumbarët e forcave Renea të ardhur nga Tirana zhvilluan kërkime në ujërat e lumit Buna për të gjetur trupin e 49 vjeçarit. Policia e Shkodrës bën të ditur se janë familjarët që arritën ta gjejnë të afërmin e tyre rreth orës 11:25 të 16 prillit. Sipas efektivëve, nga kthyrja paraprake e trupit nuk janë konstatuar shenja dhune. Gjithsesi, grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vijon punën për sqarimin e rrethanave të rastit dhe për përcaktimin e shkakut të humbjes së jetës të shtetasit Shkëlqim Kazazi.